Disa njerëz thojnë feja është politik. Disa të tjerë thojnë është ideologji. Disa të tjerë thojnë është filozofi. Disa madje thojnë është frikë. Gjithë e kanë gabim. Sepse feja është sjellje. Kështu e përshkruan një dietar prominent i Islamit, Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot ed-dinu kulluhu khuluq. Feja e tëra është sjellje. Thot andaj ai i cili ta ka lënë me sjellje, ta ka lënë edhe me fe. Para këtij dietari normal, dietarët nuk bazohen vetëm se në fakte. Profeti alayhis salatu wassalam ka cilësu kështu fen. Edhe qëllimin e dërgimit të tij. Ka thënë inna ma bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Thot unë jam dërguar vetëm për të përsosur sjelljet e mira. Prandaj feja është sjellje, nuk është politik, nuk është rreshtim politik, nuk është frikë, nuk është filozofi, është pallje qellore, që ka ardhur që neve të përsosemi në anën abstrakte me sjellje, ashtu siç na ka përsos Allahu në krijimin ton fizionomik. Siç është lutë profeti alayhis salatu wassalam, o Allah ti ma ke përsos fizionomin time, andaj ma përsos sjelljen time. E kjo është feja islame, për fe tjera nuk di çfarë të them, ndoshta ka prej tyre që janë filozofi, ndoshta ka prej tyre që janë politik, edhe ka të ngjarë të jetë ashtu, mirë po ne po flas për fenë islame, kur vetë profeti i Islamit, Muhamedi alayhis salam ka thënë që u dërgu për përmirësimin e sjelljeve, atëherë nuk keni çfarë janë gjithë në ndonjë llakap tjetër. Feja është sjellje, dhe sjellje në kuptimin e gjithanshëm. Sjellje me Zotin, në adhurim me frikë, respekt, shpresë, frikë, dashuri, sjellje me profetët, sjellje me dietarët, sjellje me prindërit, sjellje me pushtetarët, me civilët, me njerëz të varfër, me jetima, me familje, me bashkëshorte, me fëmijë, madje edhe me kafshë dhe me bimë, e kështu me radhë.